Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 20 deri në datën 26 prill. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Gjithsesi ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do flasim pak rreth javës, se si do jetë kjo javë në lidhje me në një hapësirë të përgjithshme dhe pastaj do shohim tarotin në lidhje me të gjitha shenjat e horoskopit. Gjithsesi, në datën 20 energjia ndryshon gjatë kësaj periudhe. Vjen një energji më e mirë sepse kemi atë diellin në shenjën e Demit, por është edhe një energji ku Venusi do takohet me Uranin. Kështu që do ketë ndryshime disa nga shenjat e horoskopit. Do ketë zhvillime të mira, zhvillime të papritura, mesazhe të papritura, gjëra që do përmbysen, dhe këtu flasim për marrëdhënie që konsiderohen të qëndrueshme. Gjithsesi, Venusi që hyn në shenjën e binjakëve do ndryshoj gjithçka në lidhje me ju, ose diçka në lidhje me komunikimin, në lidhje me flerte të ndryshme që mund të keni, por edhe me njohje që mund të keni me njëri tjetrin, por që nuk do ketë angazhime. Gjithsesi në fund të javës është një periudhë shumë e mirë, do ketë ndryshime afatgjata, sepse kemi Uranin që do kalojë në shenjën e binjakëve dhe kjo do ndihmojë shumë shenja nga ju. Dhe tham, do ketë mesazhe të papritura, vendime të papritura, stimulim në anën shpirtërore, liri brenda marrëdhënieve. Kjo mund të tërheqë edhe njohje të papritura ose tërheqje romantike. Do ketë një lloj stabiliteti në lidhje me ekonominë, për gjithë ata që dëshirojnë të stabilizojnë anën e tyre ekonomike. Por kjo do hapi edhe një cikël të ri në lidhje me, për të parë ato më qartë marrëdhëniet tuaja. Ju do keni më shumë nevojë për hapësirë, por do jeni dhe më të dhemshur gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi më tepër Urani që do jetë në shenjën e binjakëve dhe këtu qëndron mbas 7 vitesh, për një pjesë edhe mbas 10 vitesh, ku ka ndikuar më tepër, dhe këtu shohim që do mbyllet një cikël i vështirë, sepse vjen një cikël i ri, në shenjën e Demit, shenjën e Akrepit, shenjën e Luanit, shenjën e Ujorit, te shenjat fikse në saktë. Dhe këto shenja do shohin ndryshime të mëdha, por dhe zhvillime të shpejta këtej dhe në vazhdim. Dhe shenja e Demit, nuk tham kot në fillim të vitit, që është një shenjë me fat, sepse fati fillon nga kjo periudhë edhe në vazhdim, por edhe shenjat e tjera që si përmendëm. Ndërsa në lidhje me anën romantike, ku do kenë momente romantike, është peshorja, është dashi, është gaforja, është britsjapi, por të 10 ditëshit të dytë. Gjithsesi, unë do filloj me gjitha shenjat me radhë dhe do filloj me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë shohim energjinë që na vjen. Atëherë kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së gafore, sepse kemi energjinë e karrocës, dhe kemi kartën e botës, që ka 4 energji,
ka planet Saturnin, është energjia e Briciapit, por kemi dhe 4 energji. Energjia e Demit, energjia e Akrepit, energjia e Virgjëreshës dhe energjia e shenjës së Luanit. Për gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën, ose ju keni lidhje, keni lidhje me këto shenja. Atëhere, në fillim të kësaj jave, ju shoh që ngecenin mendime negative. Ju mendoni negativisht në lidhje me një njohje që keni për ta çuar para atë. Por është momenti që të guxoni në lidhje me një njohje që dëshironi që keni ose dëshironi të bëni, sepse është momenti më i përshtatshëm në lidhje me këtë. Për pjesën tjetër, mendoni negativisht në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me punën tuaj, ose ju jeni duke menduar negativisht se gjërat s'po ecin ashtu si ju doni, flasim. Në lidhje me karrierën tuaj, me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme. Por rruga është e hapur, jeni ju thjesht të bllokuar në mendimet tuaja që gjërat s'po ju ecin. Sepse në mes të javës, unë shoh që ju do të jepni drejtim të situatave. Dhe kjo ka vlerë dhe në lidhje me pjesën e studentëve, me studimet, me shëndetin, me pjesën e dokumentave për një pjesë tjetër. Ju mendoni që gjërat nuk po ecin, mund të keni kohë që merreni me këto çështje që mund të keni, ose edhe me çështje gjyqësore. Gjithsesi në mes të javës unë shoh që i jepni drejtim të situatave, ju do gjeni ose është momenti për të gjetur guximin dhe për të çuar gjërat para. Ju shoh do jeni shumë emocional në mesin e javës, në lidhje me një njohje, do angazhoni ose do merreni shumë me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, me punën. Kjo ka lidhje me prona të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi e rëndësishme është që ju do të jepni një drejtim më të mirë. Çfarë do lloj situate? Thjesht dilni nga mendimet sepse mendimet ju kanë bllokuar në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Për shëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Atëherë, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme dhe shohim energjinë që na vjen. Gjithsesi, këtë javë ju mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Dolën vetë këto letra. Gjithsesi ju shoh që ju jeni të energjia e shenjave të tokës, energjia e shenjës së Luanit dhe energjia e shenjave të ujit jeni ju vetë. Ju shoh që po mendoni seriozisht në lidhje me një dashuri, por ju ndjeni të ngecur dhe nuk po hidhni hapa në lidhje me një njohje, në lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja. Shoh që bini shumë të dashuruar në lidhje me një person dhe ju jeni mund të jetë dhe një person i shoqërisë tuaj, por i shoh edhe duke festuar. Për pjesën e personave që mendojnë të futen në një njohje të re, ju e mendoni seriozisht këtë gjë, nuk hidhni hapa akoma në lidhje me një njohje, por unë shoh që takojeni me një person. Mund të jeni duke pirë diçka në një ambient shoqëror,
ose duke dalë me një grup të vogël njerëzish dhe aty takoni një person që do të tërhiqet. Dhe shoh që ju do jetë si një dashuri e bekuar sepse do keni një tërheqje shumë të fortë ndaj këtij personi. Do t'ju duket sikur kjo është dashuria e jetës tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër, jeni duke menduar në lidhje me shtëpinë, me familjen, me situata të ndryshme, në lidhje me punën, me anën ekonomike, por në fillim të javës akoma nuk do filloni të lëvizni. Dhe në mesin e javës shoh që ju do bashkëpunoni, do keni partneritete shumë të mira, jeni të bekuar nga universi, por për një pjesë tjetër shoh që mund të jetë dhe një person dashamirës që ju ndihmon në lidhje me punën tuaj ose dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Dhe në fund të javës ju shoh në festime. Do jeni duke festuar në lidhje me një dashuri, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme dhe ekonomike, sepse ju shoh që po mendoni shumë fort dhe për anën ekonomike, por thjesht nuk po lëvizni në fillim të javës. Të gjitha lëvizjet do t'i bëni në mesin e javës dhe në fund të javës. Por shoh festime në fund të javës, ju mund të jeni duke dalë diku, mund të festoni me një person të caktuar, mund të jeni duke festuar në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, ose dhe në lidhje me kolegë ose kolegët punës, gjithsesi ju shoh në festime. Ju shoh që jeni të gëzuar, një çlirim shpirtëror, ndiheni shumë mirë në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Është një javë fantastike dhe vërtet jeta juaj fillon ndryshon këtej dhe në vazhdim, mbas 7 vitesh të vështira që ju keni pasur, sepse kemi Uranin që është në shenjën e binjakëve dhe për ju sjell ndryshime të mëdha. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Jemi te energjia e shenjave të zjarit. Energjia e shenjave të zjarit që jeni ju vetë, përsëri energjia e shenjave të zjarit dhe jemi te energjia e diellit. Që është përsëri energji e shenjave të zjarit, por kemi energjinë e shenjës së luanit këtu. Për gjithë ata që mund të kenë ascendenten ose anën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës ju shoh shumë të vendosur në qëllimet tuaja. Ju do dëshironi të jeni të drejtë për drejtë në lidhje me gjërat që ju do thoni. Do keni një energji dhe një pasion të jashtëzakonshëm, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Do keni shumë guxim në bërjen e gjërave, ndoshta ju do dëshironi t'i thoni të vërtetat në sy, si në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ose ju do tregoni shumë të guximshëm për të futur në një njohje të re, por dhe në lidhje me punën tuaj, me kontrata të ndryshme që do keni gjatë kësaj jave. Shoh që përsëri shoh shumë guxim nga ana juaj, dëshironi t'i çoni gjërat para, do jeni në lëvizje. Një pjesë prej jush do keni momente romantike në lidhje me një person dhe është një person që ka një shkëlqim, ka një ndriçim që ju tërheq ky person. Dhe ju shoh që ju do merrni guximin për të shkuar drejt këtij personi. Për pjesën tjetër, ju shoh në lëvizje, në bërjen e gjërave, do t'i bëni me pasion, si në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen, në lidhje me punën, me kontrata të ndryshme që do keni gjatë kësaj periudhe, por dhe në lidhje me anën ekonomike. Dhe fundi i javës, më falni, është dhe dita e diel. Në fakt dita e diel e ka marrë emrin nga dielli, sepse është dita e diellit, dhe këtu kemi energjinë e diellit, që është energjia e shenjës së luanit. Për një pjesë prej jush do t'i shikoni gjërat më qartë në ditën në fund të javës, në lidhje me gjithçka, me çfarë do lloj situate që keni. Më falni. Dërsa për pjesën tjetër, shoh që ju do keni shkëlqim, do keni sharm, do ndjeni shumë mirë, do jeni shumë të lumtur. Për pjesën e personave që janë beqar, do takoni një person që vërtet ka shkëlqim dhe do t'ju tërheqi, dhe ju do ndjeni shumë të lumtur me këtë person.
Për disa të tjerë mund të jetë që ju do kaloni momente të bukura me shtëpinë, me familjen dhe do ndjeni vërtet të lumtur. Për disa të tjerë, shoh që mund të merrni lumturi nga puna juaj, nga këto kontrata që do keni gjatë kësaj jave, ose në lidhje edhe me anën ekonomike, në çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj jave. Është një javë fantastike, ju shoh shumë të guximshëm, me shumë pasion, shumë energjik, dëshironi të lëvizni, të çoni gjërat para, por do keni dhe momente romantike në fund të javës, do keni romanca. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Gjithsesi, shohim energjinë që na vjen edhe në lidhje me ju, kemi energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë, është kryesisht energjia e shenjës së Demit dhe energji të shenjave të ajrit. Ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni edhe me persona të këtyre shenjave. Gjithsesi ju shoh që ju keni shumë emocione në fillim të javës, në lidhje me një dashuri. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri. Dhe shoh që në mes të javës do ta bëni këtë fillim të ri, për të futur në një njohje të re. Por në fund të javës do ndjeni që do keni kundërshime mendimesh me këtë person. Ndërsa për gjithë ata që janë në njohje, në lidhje, në marrëdhënie, ju shoh të gëzuar, ju shoh entuziast në fillim të javës, në mesin e javës jeni duke menduar se si t'i çoni gjërat para, ose të riskoni, të rrezikoni në lidhje me një person që jeni në njohje. Dëshironi t'i çoni gjërat para me këtë person, edhe pse ju shoh që keni kundërshime mendimesh. Ose ju mund të ndjeni që po bëhet një padrejtësi, po ju bëjnë një padrejtësi. Në lidhje me punën, shoh lajme të mira, një çlirim shpirtëror. Ju ndoshta jeni gati për të bërë një fillim të ri. Mund të jetë një punë e re, mund të jetë një biznes, një partneritet, një bashkëpunim dhe ju do ndjeni shumë entuziast, edhe pse mund të keni të ardhurat vogla. Në lidhje me këtë fillim të ri që do bëni, ju përsëri do doni të riskoni, të rrezikoni. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me personat që mund të kenë lidhje me studimet, me pjesën e dokumentave. Ju mund të keni lidhje edhe me pjesën e shëndetit për një pjesë tjetër, ku ju dëshironi të filloni një check-up ose diçka tjetër, dhe do ndjeni shumë të sigurt në veten tuaj për ta bërë këtë. Dhe në fund të javës, thjesht duhet keni kujdes, se mund të keni kundërshime mendimesh në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, në lidhje me dokumenta të ndryshme, në lidhje me studimet, por edhe nga ana shëndetësore, në një rast. Në rastin tjetër mund të ndodhi që t'ju bëhet një padrejtësi në këto fillimet e reja që do bëni. Mund të keni persona që do t'ju krijojnë, mund të krijojnë tension, mund t'ju tensionojnë duke ju thënë që ju nuk mund të bëni një fillim të ri sepse nuk jeni gati, edhe pse nuk i keni gjitha mundësitë për ta bërë këtë, por gjithsesi ju do ndjeni që ju bëhet një padrejtësi dhe largoheni nga këta persona duke i lënë mbrapa dhe vazhdoni me idetë tuaja për të bërë këto fillime të reja që ju vërtet dëshironi. Mund të jenë pengesa nga persona të caktuar, mund të jenë pengesa nga familja, për gjithë ata që janë të rinj, ose mund të keni nga partnerët tuaj, mund të keni aty kundërshime mendimesh në lidhje me hapjen e një biznesi, për të shkuar, për të bërë një trajnim, një kurs ose diçka tjetër. Gjithsesi është një javë fantastike, thjesht në fund të javës duhet keni kujdes në lidhje me kundërshime mendimesh, tensione ose mund të jetë një padrejtësi që ju bëhet. Atëherë kjo ishte për ju, dëgjojmë te video të radhës. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që vjen me ju mund të ndiqni edhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, edhe ju si shenjë mbyllni një cikël të vështirë, 7 vjeçar, sepse Urani hyn në shenjën e binjakëve për të filluar një cikël të ri.
thjesht do guxim në lidhje me këtë cikël të ri. Ju shoh jemi te energjia e hënës, energjia e gafores, jemi te energjia e shenjave të zjarit, shenjave të tokës. Atëre, ju mund të keni thama ascendenten ose hënën këtu, ose mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Shoh që në fillim të javës do keni paqartësi, do keni frikra emocionale, mund të keni dhe prapaskena, ose po më tepër shoh frikra emocionale, pasiguri në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose në lidhje me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me shtëpinë, me familjen, me punën tuaj. Në një rast, gjithsesi ju shoh edhe shumë emocional, pavarësisht këtyre frikrave, por shoh që do ndiheni dhe emocional në fillim të javës. Dhe ju shoh në pritje të diçkaje. Ju mund të prisni një person. Mund të jenë në pritje të një udhtimi, mund të jenë në pritje të një pune, të një partneriteti, të një bashkëpunimi, të fëmijëve tuaj, për të shkuar ju te fëmijët tuaj. Ose në rastin tjetër në lidhje të një pritje ekonomike. Gjithsesi, ju shoh që në fund të javës ju keni dhënë shumë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe tani mendoni se çfarë të bëni ndryshe, sepse ju shoh shumë të pasigurt në veten tuaj. Keni paqartësi, frikra emocionale, dhe mendoni çfarë mund të bëni tjetër në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet. Ndoshta ju jeni duke pritur më shumë nga këta persona, nga personat që keni në jetën tuaj. Por ndërkohë kjo ka lidhje dhe në lidhje me punën, për një pjesë tjetër, ku ju keni punuar shumë, keni dhënë shumë, do keni ide të reja, sepse e kemi Uranin në binjak, dhe aty shoh që mund t'ju lindin ide të reja. Mund t'jetë një ide në lidhje me punën, në lidhje me një bashkëpunim, në lidhje me një partneritet, në lidhje është diçka që ju e keni pritur, por idetë tuaja do vinë në fund të javës, ose në lidhje me studimet tuaja, në lidhje me një trajnim, me karrierën tuaj. Mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave, por këtu bëhet fjalë për gjithë ata që janë në pritje të diçkaje. Jeni në pritje, por keni frikra emocionale në lidhje me këtë pritje që keni. Por unë shoh që ju keni punuar shumë dhe do jeni duke pasur ide të reja gjatë kësaj jave në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni, që mund të ketë lidhje edhe me teknologjinë. Atëherë kjo ishte për ju, është një fantastike, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, prill, videot e muajit dhe videot të ndryshme që janë postuar në këtë kanal. Gjithsesi, mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, kemi energjitë shenjave të ujit që jeni ju vetë, kemi princeshën e kupave, kemi energjitë shenjave të ajrit dhe energjinë e shenjës së demit. Në fillim të javës ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por mund të keni të bëni dhe me persona të këtyre shenjave. Në fillim të javës ju shoh të gëzuar, entuziast, ndiheni shumë mirë. Pjesa e beqarve, ju ndoshta keni emocione në lidhje me një person, ose një person mund të ketë emocione në lidhje me ju. Për disa të tjerë do ketë lajme të mira në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën tuaj, ose dhe nga ana ekonomike, por shoh që do jeni të gëzuar në fillim të javës. Në mesin e javës ju shoh të ngecur në mendime negative, ose ju nuk e di, mund të mbani dhe një dashuri të fshehtë, ju shoh më tepër, ose sekrete. Në rastin tjetër mund të zbuloni diçka, mund të zbuloni një sekret, një të vërtet, diçka që është fshehur, ose ju do jeni të fshehtë në lidhje me një dashuri, me një njohje, ose në lidhje me një lajm që do merrni. Dhe mund të jetë një lajm një lajm në lidhje me shtëpinë, me familjen, me punën, por ju do ta mbani brenda vetes. Dhe në fund të javës ju shoh që ju do besoni te intuita juaj në lidhje
me një person, me një njohje që do keni. Për pjesën tjetër, në lidhje me një situatë që mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të ketë lidhje me studimet tuaja, mund të ketë lidhje me anën shëndetësore, është diçka që ju e mbani të fshehtë dhe nuk dëshironi që ju ta ndani me persona të tjerë. Gjithsesi, në fund të javës e rëndësishme është që ju do të dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me këto sekrete, me një sekret, me një të fshehtë që mund të mësoni, ose jeni ju ata që mbani sekrete dhe mund të dalin në fund të javës. Gjithsesi, është një javë që intuita do t'ju ndihmojë në çfarëdo lloj situate që ju të jeni. Thjesht ju shoh që ju do t'i pranoni shumë gjëra me mençuri dhe me përullësi gjatë fundit të javës, duke dëgjuar intuitën tuaj në lidhje me çfarëdo lloj situate dhe çështje që ju do keni. Është një javë fantastike, thjesht duhet keni kujdes pak në mes të javës në lidhje me këtë situatë, kurse fillimi dhe fundi i javës janë shumë të mira në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për gjithë ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe të gjitha videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit prill, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, video me tema për dashurim, por dhe me hënën e re, sepse dhe ato efektet e hënës re vazhdojnë deri në datën 29. Gjithsesi ftoj dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali, të ndjekin, të bëjnë abonimin e tyre në këtë kanal, të bëjnë subscribe për të ndjekur videot në vazhdimsi ose për të marrë njoftimet e videove në vazhdimsi. Atëherë ju uroj përsëri të gjithëve një javë sa më të mbar, një dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, por dhe një mbasdite sa më të këndshme për gjithë ju. Atëherë dëgjojmë te videot e radhës.